Pse gjyshrit tuaj mund të blinin një shtëpi dhe ju jo? 15 gusht 1971. Shumica e amerikanëve po shikonin televizorin e së dielës në mbrëmje. Programet e zakonshme u ndërpren. Presidenti Richard Nixon u shfaq në ekran me një njoftim që do ndryshonte gjithçka. Ai tha popullit amerikan se po e mbyllte përkohësisht dritaren e arit, përkohësisht. Kjo ndodhi 54 vjet më parë. Ajo masë e përkohshme është ende në fuqi sot. Ajo që ndodhi atë natë nuk ishte thjesht një ndryshim politikash. Ishte momenti kur paratë tuaja pushuan se qeni para dhe u bën në diçka krejtësisht tjetër, një premtim, një borxh, një copë letër e mbështetur nga asgjë tjetër, përveç besimi në një qeveri që shtyp më shumë prej saj sa herë që ka nevojë. Dhe që nga ajo ditë ju keni paguar një taks të fshehur, një taks që nuk shfaqet në pagën tuaj, një që nuk ka asnjë zë në deklaratën tuaj tatimore, por një që ka transferuar në eshtje trilona dollar nga kursimet tuaja, paga juaj dhe ardhmja juaj, tek ata që janë më afër makinës së shtypit. Nëse ndonjëherë keni menduar pse gjyshrit tuaj mund të blini një shtëpi me një të ardhur të vetme, ndërsa ju mezi përballoni qeran me 2, kjo është arsyeja. Nëse keni vënë në re se çmimet vazhdojnë të rriten, por paga juaj nuk ecën me ritmin, kjo është arsyeja. Nëse mendoni se po punoni më shumë se brezat e mëparshëm, por po mbeteni më prapa, nuk po imagjinoni. Po përjetoni pasojat e një vendimi të marrë në vitin 1971, që shumica e njerëzve ende nuk e kuptojnë. Para se të shkojmë më thellë, lini një koment, nga po shikoni, dhe cila është një gjë që do të dëshironi ta përballonit që prindrit ose gjyshrit tuaj mund ta blinin lehtësisht. Lexova çdo përgjigje. Dhe nëse doni të kuptoni se si funksionojnë vërtet parat, dhe pse sistemi ndihet i manipuluar, klikoni abonohu, sepse ajo që ndodhi në vitin 1971 shpjegon pothuajse gjithçka që nuk shkon me ekonominë e sotme. Për pjesën më të madhe të historisë amerikane, dollari nuk ishte thjesht një copë letër, ishte një bilet kërkese, një faturë për arin e mbajtur në kasafortat e qeverisë. Kjo quhej standardi i arit, dhe do thoshte se çdo dollar në qarkullim mbështete nga një sasi specifike ari që, në teori, mund ta shpjegonit. Sipas standardit të arit, qeveria nuk mund të shtypte para sa herë që donte. Furnizimi me para ishte kufizuar nga sasia e arit që ekzistonte. Nëse qeveria donte të krijonte më shumë dollar, i duhej më shumë arë. Kjo krijoi një kufizim natyror, një kufi të fortë për inflacionin, një frenim për shpenzimet qeveritare. Për individët, kjo do të thoshte diçka të thjeshtë por të thellë. Kursimet tuaja e mbanin vlerën e tyre. Nëse do të vendosin $100 në bank në vitin 1900, ajo do të blinte ende afërsisht të njëjtën sasi mallrash në vitin 1950. Paraja ishte një ruajtës i besueshëm i vlerës ndër breza, por standardi i arit krijoi gjithashtu një problem për qeveritë. Ai kufizoi pushtetin e tyre. Ato nuk mund të financonin luftrat pa kufizuara. Ato nuk mund kishin deficite masive për një kohë të pacaktuar. Ato nuk mund ta stimulonin ekonominë thjesht duke krijuar para. Standardi i arit ishte një zinxhir dhe deri në vitin 1971, qeveria e Shteteve të Bashkuara donte që ai të hiqej. Deri në fund të viteve 1960, Amerika kishte një problem. Lufta e Vietnamit ishte e shtrenjtë, programet e shoqërisë së madhe ishin të shtrenjta, dhe vendet e tjera, veçanërisht Franca, po fillonin të vinin re diçka. Shtetet e Bashkuara po shtypnin më shumë dollar se sa kishin arë për t'i mbështetur ato. Sipas sistemin në Bretton Woods, qeveritë e huaja mund shkëmbenin dollarët e tyre me arë me një normë fikse prej $35 për ons. Dhe ato filluan të bënin pikërisht këtë. Franca, nën presidentin Charles de Gaulle, filloi të kërkonte arë për rezervat e saj në dollar. Të tjerë ndoqën, ari po largohej nga Fort Knox. Loja kishte mbaruar. Nixoni u përball me një zgjedhje. Të respektonte angazhimin dhe të shihte rezervat e arit të Amerikës të shteroheshin apo të shkelte premtimin. Ai zgjodhi të shkelte premtimin. Atë mbrëmje të dielën në gusht 1971, Nixoni njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të pezullonin përkohësisht konvertueshmërinë e dollarëve në arë. Ai e quajti të nevojshme për të mbrojtur dollarin. Ai fajsoi spekulantët ndërkombëtar.
Ai premtoi se do të ishte afat shkurtër. Nuk ishte asnjë nga këto gjëra, ajo që ndodhi në të vërtetë ishte kjo. Shtetet e Bashkuara dështuan, jo në mënyrën dramatike që qeveritë zakonisht dështojnë, duke refuzuar të paguajnë borxhet, por në një mënyrë më të qetë dhe më tinzare, duke ndryshuar rregullat, duke bërë dollarin më pak të vlefshëm, duke ulur vlerën e premtimeve të bëra. Po fjala e përkohshme, kjo është e gënjeshtra që e bëri të pranueshme. 54 vjet më vonë, ne ende jetojmë në atë mas të përkohshme, sepse sapo qeveritë zbulojnë se mund të shtypin para pa kufizime, ato nuk kthehen më kur. Dritari i arit u mbyll dhe nuk u rjap kur. Që nga i moment e tutje, dollari mbështete vetëm nga besimi, besimi në qeveri, besimi në ekonomi, besimi se të gjithë të tjerët ta pranonin atë. Dhe ky besim është vënë në provë çdo ditë që atëherë pasojat nuk ishin të menjëhershme. Kjo është pjesa e fshehtë. Kur e zhvlerëson një monedhë, dëmi nuk shfaqet menjëherë. Ai depërton ngadalë, si monoksidi i karbonit, nuk e vren derisa të jetë tepër vonë. Në vitin 1971, çmimi fillestar i shtëpisë në Amerikë ishte $25,000. Të ardhurat mesatare të familjes ishin në rreth $10,000. Shtëpitë kushtojnë 2.5 herë më shumë se të ardhurat vjetore. Një familje me të ardhurat të vetme mund të kursente për një pagesë fillestare brenda pak vitesh dhe të paguante një hipotekë brenda 1 ose 2 dekadash. Sot çmimi mesatar i shtëpisë është mbi $400,000. Të ardhurat mesatare të familjes janë rreth $75,000, më shumë se 5 herë të ardhurat vjetore. Shumica e familjeve ka nevojë për 2 të ardhura vetëm për të kualifikuar për hipotekën. Raporti është ndryshuar. Po pse? Nuk është sepse shtëpitë u bën 2 fish më të vlefshme, nuk është sepse toka u bën më e rrallë, është sepse dollarët që përdorni për të blerë shtëpinë vlen më pak, shumë më pak. Që nga viti 1971, dollari ka humbur afërsisht 87% të fuqisë së tij blerëse. Ajo që kushtonte $1 në vitin 1971 kushton mbi $7 sot. Po ja ku është pika kyçe. Pagat nuk kanë mbajtur ritmin. Në vitin 1971, punëtori mesatar fitonte rreth $6,500 në vit. I rregulluar për inflacionin, kjo do të ishte afërsisht $48,000 sot. Paga mesatare aktuale sot është rreth $56,000. Tingëllon si progres, apo jo? Përveç se strehimi, kujdesi shëndetësor dhe arsimi janë arritur shumë më tepër se inflacioni i përgjithshëm. Gjërat që kanë më shumë rëndësi janë bërë të papërballueshme. Arsyeja është e thjeshtë. Parat e reja nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë. Ato rrjedhin fillimisht tek shtresa e lartë, bankat, korporatat e mëdha dhe të pasurit që zotërojnë asete, derisa të arrijnë tek punëtorët mesatar, çmimet janë rritur tashmë. Kjo quhet efekti Cantillon. Ata që marrin paratë e reja të parët përfitojnë, ata që i marrin të fundit u mbasin. Dhe në një sistem monedhe fiat, punëtorët dhe kursimtarët mesatar janë gjithmonë të fundit në radhë. Ja çfarë nuk e kuptojnë shumica e njerëzve. Inflacioni nuk është thjesht rritje çmimeve, është një taks e fshehur që nuk kërkon votë, asnjë legjislacion, asnjë debat publik. Kur qeveria shtyp para, ajo i zvogëlon vlerën e çdo dollari që mbani. Kjo është një taksë mbi kursimet tuaja, një taksë mbi pagën tuaj, një taksë mbi çdo vendim financiar që merrni. Nëse do të kurseni të $10,000 në vitin 1971, do t'i varrosin në 2 shek. Sot do të blini ndoshta $1,300 mallra me vlerë. Fuqia juaj blerëse u konfiskua përmes inflacionit. Dhe ndryshe nga taksa mbi të ardhurat, të cilën mund ta shihni, taksa mbi inflacionin është e padukshme. Qeveritë duan atë sepse është politikisht pa dhimbje. Qëllimi i deklaruar i rezervës federale është inflacioni prej 2% në vit. 2% tingëllon i vogël, i menaxhueshëm, mezi i dukshëm, por i përkeqësuar me kalimin e kohës. Inflacioni prej 2% e ul vlerën e parave për gjysmë çdo 35 vjet. Kursimet tuaja të pensionit në moshën 30 vjeç do të vlejnë gjysmën e shumës deri në moshën 65 vjeç. Vetëm nga norma e inflacionit e synuar e rezervës federale. Kjo nuk është stabilitet. Kjo është vjedhje sistematike. Dhe ja e vërteta edhe më herët. Shifra zyrtare të inflacionit manipulohen. Indeksi i çmimeve të konsumatorit, masa qeveritare e inflacionit, është rregulluar disa herë për të nënvlerësuar inflacionin real. Ushqimi dhe energjia, gjërat që njerëzit blejnë në të vërtetë, shpesh përjashtohen nga matjet e inflacionit bazë. Kostot e strehimit llogariten duke përdorur metoda të dyshimta.
Rezultati është një normë zyrtare inflacioni që është të dukshëm më e ulët se ajo që njerëzit përjetojnë në jetën reale. Pyet veten, arritet kostoja e jetesës vetëm 2% në vit? Arritet qiraja, kujdesi shëndetësor, sigurimi i makinës, ushqimet? Sigurisht që jo. Shkalla reale e inflacionit, e matur nga gjërat që njerëzit kanë nevojë për të mbijetuar, është shumë më e lartë. Disa vende vendosin inflacionin real në 8 deri 10% në vit, gjatë 2 dekadave të fundit. Por pranimi i kësaj do thoshte pranimi se sistemi është i prishur. Le ta konkretizojmë këtë me një histori. Në vitin 1970, gjyshi juaj mund të varonte shkollën e mesme, të gjente një punë në një fabrikë ose në një zyrë, dhe brenda pak vitesh të blinte një shtëpi modeste, në një lagje të mirë. Gruaja e tij mund të qëndronte në shtëpi me fëmijët, nëse do të zgjidhnin. Ata do të kishin një makinë, ndoshta 2. Ata do të bënin pushime çdo vit. Ata do të kurselin për pensionin, dhe ata do të bënin të gjitha këto me një të ardhur të vetme, pa një diplomë kolegji. Sot, kjo jetë është fantazi. Një çift i ri sot ka nevojë për 2 diploma universitare, 2 të ardhura, të dy duke punuar me kohë të plotë, shpesh me punë anësore, vetëm për përballuar qeran në një zonë të mirë. Pronësia e një shtëpie duket e pamundur. Krijimi i një familje është financiarisht i tmerrshëm. Kursimet e pensionit janë shaka. Dhe çdo shpenzim i papritur, një faturë mjekësore, një riparim makine, mund shkaktojë një krizë financiare. Çfarë ndryshoi? Njerëzit nuk u bën më dembel. Ata nuk u bën më pak të aftë. Ekonomia nuk u tkur. Në fakt, produktiviteti ka shpërthyer. Punëtorët sot prodhojnë shumë më tepër vlerë në orë se sa punëtorët në vitin 1970. Megjithatë, ata mund të përballojnë më pak. Pse? Përgjigjja është viti 1971. Kur paraja u shkëput nga ari, portat u hapën. Qeveria mund të shtypte pa limit, dhe kështu ndodhi. Oferta monetare është rritur në mënyrë eksponenciale, nga disa qindra miliarda dollar në qarkullim në vitin 1971 në mbi 21 trilion dollar sot. Kjo është një rritje më shumë se 40 fish. Megjithatë, popullsia vetëm u dyfishua dhe prodhimi ekonomik aktual, i matur në mallra dhe shërbime reale, vetëm u trefishua. Ku shkuan gjitha ato parashtesë? Nuk u shpërndan në mënyrë të barabartë. Ato rodhen në çmimet e aseteve, pasuritë paluajshme, aksione, obligacione. Gjërat që zotërojnë njerëzit e pasur u bën më të shtrenjta, por pagat, nga të cilat varen njerëzit e zakonshëm, ngecën. Rezultati është një transferim masiv i pasurisë nga punëtorët te pronarët e aseteve, nga të rinjt te të moshuarit, nga kursimtarët e uamarsit, nga klasa prodhuese te klasa financiare. Gjyshit tuaj jetoni në fund të një sistemi të shëndosh monetar. Ata përfituan nga dekadat të tëra stabiliteti relativ të çmimeve. Kur kursenin, paratë e tyre mbanin vlerë. Kur investonin në një shtëpi, ishte një vend për të jetuar, jo një aset spekulativ i fryrë nga kredia e lirë. Ata jetonin në ekonomi ku puna shpërblej dhe kursimet respektoheshin. Ju jetonin në sistemin e kundërt, një sistem ku kursimet ndërshkohen nga inflacioni, ku strehimi është bërë spekulimi pa përballueshëm, ku kostot e arsimit kanë shpërthyer, sepse kreditë studentore të mbështetura nga qeveria krijuan kërkesë të pakufizuar pa rritur ofertën, ku kujdesi shëndetësor është në krizë sepse paguesit e palëve të treta ndanë çmimin nga vlera. Të gjitha këto probleme rrjedhin nga një tiburim: valuta fiat, shtypja pa kufizuar e parave dhe taksa e inflacionit që ju grabit neshtje çdo ditë. Ja e vërteta e idhur. Kjo nuk do të ndalet. Qeveria nuk do të ndalojë së shtypuri. Është e varur. Borxhi federal është mbi 36 trilion dollar dhe po rritet. Sigurimet shoqërore dhe Medicare kanë detyrime të pafinancuara në 10 trilion. Çdo krizë, çdo recesion, çdo emergjencë përballohet me të njëjtën zgjidhje, shtypja e më shumë parave. Sistemi është projektuar në këtë mënyrë tani. Politikanët premtojnë përfitime që nuk mundi përballojnë. Rezerva federale krijon para për të financuar ato. Inflacioni gëryen kursimet tuaja për ta paguar atë, dhe cikli përsëritet. Nuk ka asnjë nxitje për të ndalur, sepse njerëzit që përfitojnë, politikanët, bankat, korporatat e mëdha, nuk janë ata që paguajnë çmimin. Ju jeni. Moneda digjitale të Bankës Qendrore, evolucioni i ardhshëm i këtij sistemi, do ta bëjnë edhe më keq. Kur parat janë plotësisht digjitale dhe të programueshme, qeveria do të ketë në kontroll të plot. Ata do të dinë çdo transakcion, ata do të jenë në gjendje të ngrinë parat tuaja.
I skadojnë ato se të kufizojnë mënyrën se si shpenzoni. Taksa inflacioni do të jetë e menjëhershme dhe e drejtë për drejtë. Pra, çfarë bën? Nuk mund ta rregullosh sistemin, por mund ta mbrosh veten. Zotëro asetet të forta, pasuritë patundshme nëse nuk mund i përballosh, mallra, gjëra që nuk mund të shtypen. Kuptoj që parat nuk janë siguri, janë humbje garantuar me kalimin e kohës. Diversifikohu, ndërto aftësi që krijojnë vlerë pavarësisht monedhës, dhe më rëndësishmja, kuptoj lojën që luhet në mënyrë që të mos bëhesh viktimë e saj. 15 gusht 1971, dita kur parat ndryshuan, dita kur filloi taksa e fshehur, dhe çdo ditë që atëre e ke paguar atë. Jo sepse je i pakujdesshëm, jo sepse je dembel, por sepse sistemi u ridizenjua për të transferuar sigurinë nga ti tek ata që kontrollojnë shtypshkronjën. Gjyshërit e tu mund të blini një shtëpi me një të ardhur sepse parat kishin vlerë. Nuk mundesh sepse nuk e kanë. Loja ndryshoi dhe askush nuk ta tha. Prandaj pyet veten. Edhe për sa kohë do të luash sipas rregullave të artuara për të bërë të humbasësh? Nëse kjo të hapi syt, pajtohu, sepse të kuptosh se si po të grabitin në shtapi i parë për të mbrojtur veten.